Sipas raportimeve të CBC News, të paktën 10 agjentë të FBI-s janë larguar nga puna për shkak të rolit të tyre në hetimet e drejtuara nga ish këshilltari special Jack Smith, i cili kishte ngritur disa çështje penale ndaj Donald Trump. Shkarkimet vinë në një moment delikat për agjenci federale, ndërsa poshtohen pretendimet për shkelje procedurale gjatë procesit hetimor. Ndërkohë, Reuters raportoi se FBI-a kishte kërkuar të dhëna mbi thirrje telefonike të drejtorit aktual të saj, Kash Patel, si dhe shefes së stafit të shtëpisë së bardhë, Susie Wiles, në një periudhë kur ata ende nuk mbanin këto poste. Patel ka pretenduar se të dhënat e tij janë në marrë fshehurazi dhe pa mbikëqyrje të duhur ligjore, duke akuzuar agjencinë për përdorim pretekstesh të dobta. Megjithatë, këto pretendime nuk janë konfirmuar në mënyrë të pavarur. Veprimet dyshohen se lidhen me hetimet dhe dokumentet e klasifikuara që Trump mori me vete pas largimit nga Shtëpia e Bardhë në vitin 2021, si dhe çështje tjetër federale mbi përpjekjet e supozuara për të përmbysur rezultatin zgjedhor presidencial të vitit 2020. Këto procese shënuan herën e parë në historinë amerikane ku një ish president përballej me akuza penale federale. Megjithatë, në mesin e vitit 2024, një gjyqtar federal rrëzoi çështjen e dokumenteve të klasifikuara duke argumentuar se emërimi i Jack Smith është i paligjshëm. Më pas fitores së Trump në zgjedhjet presidenciale të vitit 2024, prokurori hoqi dorë edhe nga hetimi për zgjedhjet. Jack Smith njihet edhe në Ballkan për rolin e tij si kryeprokuror në gjykatën speciale të Hagës, ku ai drejtoi hetimet dhe akt akuza ndaj ish presidentit të Kosovës Hashim Thaçi dhe drejtuesve të ushtrisë shqyrtare të Kosovës. Zhvillimet e fundit në FBI po shihen si një pjesë e një përplasjeje më të gjerë politike dhe institucionale në SBA, ndërsa administrata aktuale duket se po rishikon veprimet e mëparshme hetimore kundër presidentit.